Në Shkup u hap një park me donacione nga Izraeli. Në kuvendin e Maqedonisë së Veriut, një grup deputetësh u takua me ambasadoren izraelite, ku gjatë takimit u shpreh mirëkuptim për të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje nga kërcënime terroriste. Ndërsa në Tiranë u formua edhe një grup parlamentar për mbështetjen e Izraelit. Këto janë aktivitetet izraelite në vendet e rajonit vetëm brenda disa ditëve gjatë javës së kaluar. Por apo e la në fakt Izraelin ndërgjegjen e vet nga gjenocidi në Gaza përmes Ballkanit? Ministri i Punëve të Jashtme i Maqedonisë së Veriut Tim Çomucunski në një postim në rrjetet sociale lidhur me donacionin për parkun e fëmijëve në komunën Aerodrom të Shkupit, shkroi se ky projekt është simbol i miqësisë, besimit dhe respektit të ndërsjellë. Duket bukur, por imagjinoni, donacioni për këtë park fëmijësh vjen nga Izraeli. Pikërisht nga ai shtet që për 2 vite në Gaza vrau më shumë se 20.000 fëmijë, pra të paktën një fëmijë çdo orë. Po, e dëgjuat mirë, një fëmijë çdo orë. Ky është një donacion nga Izraeli, shteti që sipas raportimeve mediatike lë eksploziv në formë kukullash me qëllim të vrasjes së fëmijëve palestinezë. Po, ky është një donacion nga Izraeli, shteti që deri më 7 tetor të këtij viti plagosi 168.000 palestinezë në Gaza, për shkak të së cilës janë kryer mbi 4.000 amputime të gjymtyrave. Për shkak të sulmeve izraelite, Gaza është shtëpia e grupit më të madh të fëmijëve me amputime në historinë moderne të njerëzimit, sipas Kombeve të Bashkuara. Ndërsa Izraeli në Ballkan paraqitet si një donator bujar i parqeve për fëmijë, të paktën 132.000 fëmijë në moshën 5 vjeç rrezikojnë të vdesin nga kequshqyerja akute dhe qindra fëmijë tashmë kanë vdekur nga uria. Por gjithë kjo nuk ishte ndonjë problem që Shqipëria të bëhej vendi 64 që u bashkua grupit të avokimit Fondacioni i Aleatëve të Izraelit, ku të hënën e kaluar në Tiranë u formua një grup parlamentar për mbështetjen e Izraelit. E krejt në fund, si një rrjedhë logjike e ngjarjeve, shtrohet pyetja: a do të na pyesi nesër fëmijët që do të luajnë pa problem në këtë park, donatori të cilit është një shtet që sipas një vendimi të konfirmuar nga një gjykatë ndërkombëtare, po kryen gjenocid ndaj një populli? Pse nuk kemi ngritur zërin për të ndaluar vrasjen e bashkëmoshatarëve të tyre në Gaza?